Ajo ishte një nga simbolet e bukurisë dhe talentit në kinematografin turke. Ajo u adhurua nga miliona fansa, fytyra e saj ishte në kopertinat e revistave dhe rolet e saj ishin në zemrat e shikuesve. Por një ditë ajo u zhduk dhe bota dëgjoi lajmin se Cansu Dere ka vdekur, pra çfarë ndodhi në të vërtetë. Historia e Cansu Dere fillon shumë përpara se e gjithë Turqia të dinte emrin e saj. Ajo lindi në Ankara në 14 tetor të vitit 1980. Në një familje ku nuk ishte as aktor apo regjisor, prindrit e saj nuk e kishin imagjinuar kurrë që vajza e tyre një ditë do të bëhej një nga gratë më të njohura në vend. Si fëmijë, Cansu ishte modeste, por gjithmonë kishte forcë të brendshme në vështrimin e saj. Mësuesit kujtuan se ajo shquhej mes bashkëmoshatarëve jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për aftësinë e saj për të dëgjuar dhe vëzhguar, pikërisht kjo aftësi për të kapur çdo detaj dhe për të përcjellë me emocione, do të bëhej më vonë arma e saj kryesore e aktrimit. Në fillim rruga e saj nuk shkoi në drejtimin e kinemas. Cansu hyri në universitet, studioi arkeologji dhe planifikoi një jetë të qetë të lidhur me shkencën. Por fati i saj ndryshoi papritur. Në fund të viteve 90, ajo u vure nga një konkurs bukurie. Ajo nuk kishte në plan të bëhej modele, por ofertat ishin shumë joshëse, dhe bota e modës ishte e afërt e papritur. Jeta e saj publike filloi në pasarel, xhirimet, shfaqjet, fotosesionet. E gjitha kjo gradualisht zbuloi karizmën e saj, por brenda një ëndër tjetër po rritej. Ajo ishte tërhequr nga vendi ku mund të jetonte jetën e njerëzve të tjerë, të përcillte histori dhe ndjenja. Kështu në zemrën e saj lindi dëshira për të bërë aktore. Fillimi i viteve 2000 u bë një pikë kthese për Cansu Dere. Ajo ra në sy jo vetëm si modele, por edhe si një vajzë me një energji të veçantë, e cila mund të përcillte emocione vetëm me një shikim. Ftesa e parë për të xhiruar një serial u bë një provë, por ajo e kaloi shkëlqyeshëm. Rolet pasuan njëri pas tjetrit dhe secili zbuloi aspekte të reja për te. Shikuesit pan jo thjesht një fytyrë të bukur, por një aktore që mund të jetonte dhimbjen, pasionin, përkushtimin dhe tradhëtinë në ekran, në një mënyrë që ishte e pamundur të mos besohej. Një zbulim i vërtet erdhi me projekte dramatike që mblodhën vlerësime rekord. Heroinat e saj, të forta, krenare por në të njëjtën kohë të pambrojtura, gjetën një përgjigje në zemrat e miliona njerëzve. Cansu u bë një simbol i imazhit të një gruaje të pavarur turke, që respektohet dhe admirohet. Në këtë kohë ajo mori kontrata me markat kryesore, kopertinat e revistave dhe ftesa për çmime ndërkombëtare. Duke se karriera e saj ishte një rritje e vazhdueshme, pas një shans për renje. Por pas vezullimeve dhe duar trokitjeve, askush nuk e vuri re se ky ritëm kërkon sakrifica të mëdha. Cansu punoi deri në raskapitje, rrallë lejoi veten të pushonte, dhe pothuajse nuk i lakoi jetës së saj personale, dhe ndoshta pikërisht atëherë filloi një çarje e padukshme që një ditë do ta çonte në zhdukjen e saj nga ekranet. Për disa vite me radhë, emri i Cansu Dere dëgjohej në çdo diskutim të serialeve turke. Ajo pritej në projekte të reja, revistat shkruanin për te. Shfaqja e saj në premiera bëhej gjithmonë një ngjarje, por një ditë gjithçka ndryshoi. Fillimisht fansat vuan re se kishte pauza të gjata midis veprave të saj, përmendje të rralla në shtyp dhe intervista të vetme. Gjithnjëherë më pak, paparacët e kapnin në lentet e tyre. Ajo shfaqej gjithnjëherë më rrallë në ngjarje shoqërore dhe ndonjëherë refuzonte fare ftesat. Rrjetet sociale, të cilat më parë ishin të gjalla, papritmas u qetësuan. Fansat bënin supozime, lodhje, dëshirë për privatësi, apo konflikte me prodhuesit, por nuk ishte qartësi. Cansu heshti dhe kjo heshtje u bë më e rëndë dhe shqetësuese. Dhe më pas ndodhi një ngjarje që përmbysi gjithçka. Një mëngjes i tmerrshëm, plot panik, britma dhe pluhur. Toka u drodh dhe bashkë me te u tronditën edhe fatet e mira njerëzve. Dhe befas, emri i Cansu Dere doli në listën e atyre që konsideroheshin të vdekur. Pikërisht në 6 shkurt të vitit 2023, herët në mëngjes. Njerëzit zgjohen nga tmerri, toka po dridhet, shtëpit po shemben, mira njerëz janë në rrënoja. Kanalet televizive transmetojnë pamjet e kaosit gjatë gjithë kohës, listat e të zhdukurve po shtohen çdo minutë.
Dhe një nga njerëzit që nuk mund të kontaktonin ishte pikërisht Xhansu Dere. Emri i saj shfaqet në publikime. Në rrjetet sociale shkruhet panik, por nuk ka asnjë konfirmim apo mohim. Disa këmbgulnin se ajo mund të ketë qenë në zonën e fatkeqësisë. Të tjerët shpresojnë se ky është një gabim. Por sa më gjatë zjaste eshtja, aq më vështirë bëhej të besojë një rezultat i lumtur. Të nesërmen, disa portale turke shkruajnë me kujdes. Aktoria turke mund të jetë mes të vdekurve. Këto fjalë tingëllojnë si goditje. Një val pikëllimi fillon në të gjithë vendin dhe më gjerë. Njerëzit filluan të postojnë fotot e saj, shkruajnë fjalët lam të mirë, dhe vetëm pas disa ditësh të gjata, dele vërteta. Xhansu është gjallë, ajo nuk ka qenë në rënoja. Por në momentin e tragjedisë, nuk ka kontaktuar dhe nuk ka bërë komente. Heshtja e saj shkaktoi thashe theme të tmerrshme, përse zgjodhi heshtjen në një kohë ku emri i saj ishte mes të vdekurve, mbetet mister. Pas historisë së tërmetit, Xhansu Dere vazhdoi të shmangej publicitetit. Ajo nuk dha intervista të profilit të lartë, nuk nxitoi në grupe filmash dhe nuk mori pjesë në ngjarje sociale. Në vend të kësaj, ajo u largua nga zhurma e metropolit. Sipas ka afërmëve të saj, Xhansu kaloi kohë me familjen e saj. Udhëtoi shumë në vende me popullsi të rrallë dhe u përpoq të rivendoste ekuilibrin e saj të brendshëm. Karriera që prej vitesh ishte në qendër të jetës së saj, ja la vendin heshtjes dhe gëzimeve të thjeshta. Disa gazetar shkruan për probleme të mundshme shëndetësore. Të tjerë pretenduan se ajo thjesht ishte lodhur nga biznesi i shfaqjes dhe vendosi të bënte një pushim. Por vetë Xhansu nuk konfirmoi apo mohoi asgjë nga këto supozime. Heshtja e saj u bë pjesë e imazhit të saj, misterioze e paarritshme. Duket sikur ajo u la të drejtë shikuesve të merrnin me mend se çfarë po ndodhte në të vërtetë me jetën e saj. Koha kaloi dhe pyetja mbeti e njëjtë. Fansat do ta shihnin Xhansu Dere në një serial apo film të ri, apo ishte finale e largimi i saj. Vitet e eshtjes nuk e fshin emrin e Xhansu Dere nga kujtesa e shikuesve. Çdo paraqitje e saj e rrallë në rrjetet sociale fluturoi menjëherë nëpër portalet e lajmeve dhe faqet e fansave. Fotot pa komente me zë të lartë dhe grumbulluan mijëra mesazhe me të njëjtën pyetje: kur? Në një nga intervistat e saj të fundit, ajo tha me kujdes se nuk e përjashtonte një rikthim. Fjalët e saj dukeshin sikur ajo vetë ishte ende në kërkim të momentit, se kur mund të shkonte sërish në xhirime. Pa premtime me zë të lartë, pa data specifike, vetëm një aluzion delikat. Producentët pranojnë se janë gati që ta presin për aq kohë sa i duhet. Xhansu Dere nuk është thjesht një aktore, por është një emër që mund të rikthejë në ekran miliona shikues. E ndërsa ajo hesht, fansat vazhdojnë të besojnë se emri i saj një ditë do të shfaqet sërish në titullin e një seriali të ri. Në fund të fundit, një yll i vërtet nuk zhduket për gjithmonë. Ajo thjesht pret momentin që të ndriçojë përsëri. Po ju, tek cili serial e keni hasur aktoren Xhansu Dere për herë të parë dhe a e pëlqeni interpretimin e saj? Presim komentet tuaja.